E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte. Thashe themet, hamencimet, fjalët këte janë dhe i komentet e publikut, detyrojnë ndoshta artistët shqiptarë që të bëjnë lëvizje dhe që të publikojnë gjëra në për Instagramet e tyre. Do të flas sonte për një çift që 2 javë më parë, do të thënë dua të jem koherent me atë që kam thënë, se un kam thënë që marrëdhënia e tyre është e shkëlqyeshme, nuk kanë asnjë gjë nga burime të afërta që unë arrita të siguroj me çiftin, domethënë e keni video në YouTube, bëhet fjalë për Bora Zemanin dhe Donald Veshaj. Pas të gjitha thashethemeve, pas të gjitha hamendësimeve, pas të gjitha lajmeve, titujve bombastik që shkatrohet marrëdhënia e Donaldit edhe Borës. Bora jep dorëheqje, heqën dorë nga për shqiptarët, nuk do të jetë më moderatore. Marrëdhënia e tyre është e krisur, nuk ka më dashuri, janë të ftohtë, nuk e ndjeki njëri tjetrin, ka fshirë njëri tjetrin nga Instagrami, do me thënë kishte hamencime, kishte goditje të shumta, kishte haludime të ndryshme, por këtyre aludimeve, këtyre hamendësimeve sot u erdhi fundi. Donaldi ka qenë shumë jo aktiv në rrjetet sociale, ju e dini shumë bukur që Donaldi nuk bën asnjë lloj emisioni, do me thënë që nga emisioni që bënte bashkë me Romeon, marrëdhënia e Donaldit me televizionin ka përfunduar, nuk do të themi që ishte një emision i dështuar, do me thënë kanë patur një audiencë të jashtëzakonshme, i kanë dhënë gjyra të bukura emisionit të tyre, i kanë dhënë shumë dashuri, kanë dhënë shumë pozitivitet, kanë sjellur personazhe, kanë sjellur karaktere, do me thënë ka qenë një emision super i ndjekur dhe që jepte çdo puntat energji të bukur, por siç duket Donaldi tashmë është fokusuar në ëndrrën e tij që në momentin kur u mbyll emisioni Donaldi tha që unë do të ndjeki ëndrrën time dhe duke u larguar jashtë jetës së showbizit, Donaldi mendoi që ka arritur në qetësinë e tij, por fansat janë të zjarrt edhe normalisht nuk e lën që të rri Donaldi në qetësinë e vet. Donaldi ka publikuar fotot e Borës në Instagram për të konfirmuar që marrëdhënia e tyre është në rregull, për të konfirmuar që ai është një mbështetës i bashkëshortes, i femrës që e do dhe suporton me gjithë shpirt dhe që gjithmonë do të jetë në krah të saj. Do të thënë të gjitha lajmet që u folën për Donaldin dhe për Borën janë të reme. Bora dhe Donaldi kanë një raport jashtëzakonshëm, kanë një dashuri shumë të bukur, jetojnë bukur me njëri tjetrin dhe i japin ngrohtësi shpirtërore njëri tjetrit.